Njihuni me 4 shenjat e horoskopit që do të kenë më shumë fat me parat në gjysmën e dytë të vitit 2025. Disa shenja të horoskopit do të kenë fat me parat në gjysmën e dytë të vitit 2025. Janë 4 shenjat të zodiakut që do të kenë fat më të mirë me parat se sa kanë pasur deri më tani. Gaforja, me Marsin retrograd në shenjën tuaj për pjesën e parë të vitit, ka pasur mungesë motivimi. Megjithatë, me Marsin që lëviz normalisht që nga prilli, fati juaj i parave do të përmirësohet në gjysmën e dytë të vitit. Financat tuaja do të marrin vrull kur Jupiteri, planeti i bollukut dhe fatit, të hyjë në shenjën tuaj në qershor. Shigjetari, megjithse njiheni për optimizmin dhe qëndrimin tuaj pozitiv, këto karakteristika nuk kanë qenë shumë të forta këtë vit. Por, sipas Hathor, në gjysmën e dytë të vitit 2025 do të keni fat më të mirë me parat. Binjakët, për binjakët, edhe pse jeta mund të jetë dukur e mërzitshme kohët e fundit. Në gjysmën e dytë të 2025 do të shihni një shpërthim të papritur parash. Fati me parat do të jetë i madh, përderisa do të vazhdoni të punoni shumë dhe së shpejti do të shihni frytet e përpjekjeve tuaja. Demi, financat janë përgjithsisht në gjendje të mirë, por së fundmi gjërat duken më të qeta. Megjithatë, në gjysmën e dytë të 2025 do të ketë një rritje të papritur të parave. Hathor paralajmëron, megjithatë, se mund të ketë shpenzime, kështu që ju duhet të kurseni parat tuaja për momentet e vështira. Me pak fjalë, gjysma e dytë e vitit 2025 do të jetë shumë më e favorshme për këto 4 shenja të zodiakut, ndaj përgatituni për ndryshime të mëdha. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziles që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.